Ne do t'i rritim pagat, pensionet dhe shtesat në dy fishim, e kem para pa, e kem shkru, e kem shpjegu, se cili qytetar mundet me pa që po do t'i rritim pagat. Po ju pyesën juve, kush mundet me shiru Kosovën prej mafis energjetike? Kush? A ka dikush në këtë vend? Nikoni, sot na jemi të poshtnum, e të pushtum, e gati po na qojnë shkatrim edhe ekonomik, mafia energjetike. Mafia energjetike që i ka kap realisht ata që i qeverishin me këtë vend, e beshoni, mu nuk manin për këta tregtar, as për këtë mafia energjetike. Dikush dohet me konë nonën e popullit vet, me mbrojt këtë popull, me shiru nga këtë merë i çmimeve, se energjia po na i rrit këtë çmime tjera.